Takimi dhe fjalimi i Mariam Rajavit në Parlamentin Evropian. Të mërkurën, Parlamenti Evropian ishte mikpritës i një ngjarjeje të rëndësishme politike dhe diplomatike. Kjo konferencë ndërkombëtare, me pjesëmarrjen e gjerë të personaliteteve evropiane dhe me praninë e zonjës Mariam Rajavi, presidente së zgjedhur të Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit, ju kushtua shqyrtimit të rrugëve për t'ju kundërvënë valës në rritje të shtypjes brenda Iranit dhe mbështetjes së kërkesave të popullit iranian për ndryshim demokratik. مقاومت ایران اتحادیه اروپا رو به اتخاذ سیاست Rezistenca iraniane i bën thirrje Bashkimit Evropian që të miratojë një politikë të re ndaj Iranit, në mënyrë që të njohë qeverinë e përkohshme të shpallur nga Këshilli Kombëtar i Rezistencës së Iranit, të mbyllë ambasadat e regjimit dhe të dëbojë mercenarët dhe agjentët e Ministrisë së Inteligjencës dhe të Gardës Revolucionare nga territori i tyre, të sigurojë mjetet teknike të nevojshme për popullin e Iranit që të ketë akses në internet të lirë, gjë që është tejet jetike në kushtet aktuale. Të kushtëzojmë atë net me regjimit me ndalimin e ekzekutimit të burgosurve politik dhe vrasjen e protestuesve, dhe të ndjek penalisht krerët e regjimit për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Faleminderit. و سردمداران رژیم را به خاطر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تحت تعقیب قرار دهند. Let me conclude. We believe in a free Iran. Më lejoni të përfundoj. Ne besojmë në një Iran të lirë, në një Iran demokratik, një Iran në paqe dhe me votën. Kjo është ajo për të cilën ne, në këtë parlament, në këtë shtëpi të demokracisë evropiane, luftojmë. When we hold hearings in the Foreign Affairs Committee and invite Kur ne mbajmë seanca dëgjimi në Komitetin e Punëve të Jashtme dhe ftojmë mbështetësit e ish shahut dhe djalin e tij, ne në fakt po u kthejmë shpinën njerëzve të Iranit. Është e qartë. Më lejoni t'u them sinqerisht kolegëve të mi në Komitetin e Punëve të Jashtme se seancat e fundit ishin shumë larg interesave të popullit iranian dhe kundër dëshirës së tyre për liri. and session recently was far from the interest of people of Iran and against their desire for freedom. Si le empire est le principal cible du régime, c'est parce qu'il est Nëse kjo është objektivi kryesor i regjimit, kjo ndodh sepse ajo është alternativa më e besueshme, organizata me më shumë shanse për të rrëzuar mullahut dhe për të sjellë një ndryshim të vërtetë. Kjo është arsyeja pse Bashkimi Evropian duhet të nisë një dialog me Këshillin Kombëtar të Rezistencës Iraniane si një alternativë demokratike të angazhuar për një tranzicion të bazuar në sovranitetin popullor. Ne e dënojmë regjimin si një kërcënim edhe për sigurinë tonë evropiane dhe për vlerat tona. Ky regjim është një rrezik i madh për lindjen e mesme dhe për Evropën, dhe na duhet një mesazh i qartë e i prerë nga Evropa. Ne nuk do të ndalemi, nuk do të heshtim derisa demokracia dhe liria të mbërrinë në Iran. democracy until freedom arrives to Iran.